Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë zonja dhe zotrim, flasim pak tani për maturën edhe për situatën, duke qenë se kemi provimet ditën e nesër me fillon gjua shqipe. Rektorit dhe stafi akademik i Universitetit të Shkodrës kanë nisur që tani punën informuese dhe promovuese për të thithur sa më shumë studentë të rinj sigurisht. Dhe me sa duket ulja e numrit të maturantëve rrezikon një numër gjithnjë dhe më të vogël studentësh dhe për këtë arsye rektori apelon edhe për një plan masash dhe paketash akomoduese që të joshin studentët e rinj dhe ne marrim shkas nga kjo kronik për të hapur pastaj bisedën për maturantët dhe për studentët. Ulja e numrit të maturantëve vit pas viti do të thotë një ulje e numrit të studentëve që kërkojnë të regjistrohen në universitete. Vetëm në Bashkinë e Shkodrës numri i maturantëve që mbarojnë shkollat e mesme këtë vit mësimor përllogaritet në rreth 1200 më pak se viti i kaluar. Për t'i paraprirë këtij trendi negativ, rektori i Universitetit Luiq Gurakuqi të Shkodrës i ka apeluar stafit pedagogjik që të ndërmarrin të gjitha veprimet dhe komunikimet me shkollat e mesme, jo vetëm të qarkut të Shkodrës, por edhe për te kufive, për të thithur sa më shumë studentë të rinj. Ne kemi nisur nga Ulqini, në Tuz, deri në Tropoj, natyrisht nga Laçi në Lezhë, në Rëshen, në Rubik, në Krum, në Kuks dhe kudo tjetër. I gjithë qëllimi ka qenë që ne të sqarojmë nga afër, pra të kemi kontakte të drejtë për drejta me gjimnazistët, me stafin e gjimnazëve ku ne kemi vizituar, që të shpjegojmë në mënyrë të detajuar ofertën akademike të universitetit tonë. Krimi i kushteve sa më të mira të ushqimit dhe akomodimit për studentët e rinj shikohet si një mundësi më tepër për të joshur maturantët. Ne duhet bindim maturantët që studenti të kthehet në konvikt. Është avantazh nëse një maturant i cili ka bërë zgjedhjen e vet për universitetin ton, të mund të ketë mundësi akomodimi që janë më të arsyeshme, të mund të kenë një paketë më të qartë sa i takon kushteve, sa i takon tarifave dhe shërbimeve që ata ofrojnë. Sepse besoj ne jemi të gjithë prind, por shumë e rëndësishme për një prind që të di se ku jeton dhe sa i sigurt dhe çfarë shërbimesh ofron kjo shoqëri pra trajtimi i studentëve. Gjithashtu rektori Gjura i ka bërë apel pushtetit lokal që të zbatojë detyrimin që ka për partneritetin me universitetin. Pushtetet lokale, bashkitë kanë detyrimin të bashkëpunojnë me universitetin, të ftojnë kolegët tanë për ekspertizë, për studime të plota, për studime pjesore, apo diçka tjetër sa i takon territorit, urbanizimit, studime antropologjike, në turizëm, në ekonomi, në albanologji e kështu me radhë. Rënia e numrit të studentëve prej vitesh po rrezikon jo vetëm mbylljen e programeve të caktuara mësimore, por edhe vetë ekzistencën e disa universiteteve në vend. Këtë po bën universiteti, po, një Shkodrës dhe shumë mirë bën, e kuptueshme, e logjikshme, nuk e dim tani se sa po e bëjnë universitetet tjera dhe ajo çka është më e rëndësishme. Maturantët si po i përgjigjen këtyre thirrjeve. Pikërisht kjo është edhe tema që duam diskutojmë sot. Ne jemi sot në studio me Rida Sinën, ekspert arsimit për universitetet. Jemi me Ateon Yskollarin, aktivist i cili ka bërë dhe studim për pikërisht për këtë, për maturën, jeni në studime sipër, le të themi kështu, por që gjithsesi keni filluar të merrni dhe rezultatet paraprake. Më bëri përshtypje dhe titulli kronikës Gjuetia e studentëve, Rida, kështu që ishte shumë e habishme, realisht ishte hera e parë për mua që dëgjoj një rektor universiteti që dele dhe e flet hapur për rëndësinë që ka edhe akomodimi i studentëve, që bën reklam sa e rëndësishme është shkollimi, po mendoj që jam pak në faza të vonshme, se unë mendoj që gjimnazistët kanë nevojë të orientohen që në fillim të vitit të fundit të universitetit të gjimnazit, në cilat universitetet do shkojnë, se shpesh herë gjimnazistët kanë dilema kur plotësojnë formularin e famshëm në A1Z ku duhet të zgjedhin 10 universitetet ku ata preferojnë të shkojnë, kanë dilema që nuk din të zgjedhin. Ka nga ata gjimnazistë që janë të mirë në disa lëndë dhe nuk din kush këto lëndë kanë më shumë prioritet në cilat universitete dhe kush janë universitetet që i përgjigjen nevojave të tyre. Dhe unë mendoj pikërisht kjo lidhje e ngushtë ndërmjet universitetit dhe gjimnazeve është ajo që mungon pak në shkollat tona, sepse kemi tashmë lëndën për orientim për karrierë në për shkolla, por mendoj që duhet marrë shumë peshë edhe universiteti për orientim më të mirë të gjimnazistëve. Absolutisht. Ne mendojmë gjithmonë që jemi në Tiranë, por Shqipëria nuk është Tirana. Është shumë e shtrirë më tepër se sa kaq, kemi zona në të cilat nuk ka universitete, kemi të rinj të cilët nuk kanë gjithmonë akses kaq shumë në internet për të kuptuar kush janë universitetet që janë më in, kush janë sot degët më të kërkuara, kush janë degët kush më e lehtë të gjesh vende pune, dhe unë mendoj që
universiteti këtu duhet jetë një aleat shumë i mirë për ta çuar këtë informacion te gjimnazisti. Dhe jemi tek matura pastaj Mateo apo jo? Matura e cila mund të jetë një urë lidhse ose edhe provimet e maturës, pse jo, për të kuptuar pastaj se cilat janë të orientime që mund të ketë një nxënës, një maturant që nesër do të bëhet student. Juve si ju ka rezultuar në studimin që keni bërë? Pra sa e rëndësishëm është pikërisht ky moment i provimit maturës, meqense jemi edhe në prag. Në fakt matura shtetërore është një nga hapat kryesorë i cili ndan arsimin e mesëm të lartë me arsimin e lartë, edhe normalisht vit për vit ka një vëmendje tepër të lartë nga kushdo i cili studion bën analiza, apo qoftë edhe i kushtojnë vëmendje shumë të rëndësishme maturës shtetërore. Në fakt unë doja ta nisja me një urim, duke qenë se nesër maturantët nisin edhe provimin e parë të gjuhëve të huaja, që të arrin rezultate sa më të larta. E nisur nga kjo, duke qenë se edhe eksperti jam përpara e tha që minimalisht në përgjimnaze, po aq më tepër edhe në universitete mungon këshillimi i karrierës, ose edhe aty ku është aplikuar ka përsëri ato disnivelet e veta. Mund të them se nëse do duhet ta përmbledhim maturën shtetërore kështu me një fjali, duke qenë marr edhe në konsiderat 2 vitet e fundit, ne jemi duke me këtë sistem që kemi aktualisht, po edhe me rezultatet cilat kanë ardhur edhe më përpara, jemi duke përgatitur të rinj drejt një bote e cila nuk ekziston. Dhe pse e them këtë? E them këtë sepse studimet kanë treguar që akoma sistemi i shkollave të mesme të larta, gjimnazeve, është duke përgatitur studentë të cilët testohen për njohuritë e tyre të mbajtura përmendësh, marrin rezultate në bazë të këtyre njohurive që kanë në kuadër të përputhshmërisë me ato që kanë mësuar, dhe gjithashtu marrin ato rezultate të cilat marrin në maturën shtetërore. Fatkeqësisht, nga viti në vit, Shqipëria është duke humbur maturant. Në vitin që shkoi kemi patur diku te 28.000, këtë vit pritet që të kemi 27.000, rreth 27.000 maturant, pra të kemi diku te 1.200 maturant më pak. Kjo vjen pa dyshim edhe për arsye demografike, cilat kanë bërë migrim të lartë të rinjve me familjet e tyre, por pa dyshim vjen edhe për shkak të cilësisë së arsimit dhe mësimdhënies. Pra, që mund të ketë raste të rinjve të cilët nuk e çojnë deri në fund arsimimin, pra për të mbajtur deri në maturë, për te fakti që mund të jenë larguar jashtë vendit. Testi PISA është një indikator shumë i rëndësishëm i rezultateve të maturantëve apo edhe të nxënësve në përgjithësi. Por, ajo që duhet thënë është se përveç se kemi një përqindje të maturantëve të cilët firojnë rrugës, pra nuk arrin dot të mbyllin rezultatet e tyre, kemi edhe rezultatet cilat nuk janë aq të kënaqshme edhe të maturës shtetërore. Po të shohim numrin e maturantëve, nuk është se ka vetëm te matura lidhje. Po të shohim studimet edhe të dhënat e dala nga Instat, vihet re numri i lindjeve, ulja e numrit të lindjeve, vihet re ulja e numrit të nxënësve në fqertë, ulja e numrit të nxënësve në kopshte, dhe automatikisht kjo shkon në zinxhir. Nuk ka se kemi një numër më të lartë në ciklet e mëhershme dhe një numër shumë më të ulët në maturë. Domethënë, kjo diferencë është shumë e vogël, është diku te 13%. Domethënë janë të rradha ata maturantë që shkojnë në vitin e parë, lën studimet edhe nuk arrin të përfundojnë. Nuk parandodh kjo në sistemet tona arsimore, nuk ka një braktisje me norma të larta, por që fenomeni i migrimit është diçka që dihet dhe ne e dim tashmë, që për mua nuk lidhet kaq fort me rezultatet e maturës në vetvete. Jam shumë dakord që kemi nevojë që gjimnazistët të mendojnë ndryshe, sepse tregu i punës nuk ka më nevojë për të rinj që riprodhojnë njohuri, por ka të nevojë të rinj që kanë aftësi, që dinë të zgjidhin probleme, që janë krijues, që dinë të jenë kritik, çka i mungon si aftësi ose është pak e zhvilluar në kurrikulat tona. Kjo është ajo që duhet punohet dhe pastaj duhet parë që a ndikon kaq shumë kjo kurrikul ato që ka zgjedhin gjimnazistët në universitete, apo gjimnazistët janë më të prirur të shkojnë të zgjedhin universitetet jashtë për shkak se kanë më shumë mundësi zgjedhje. Ndoshta për shembull, unë mbaj mend këtë në 2002 kur vendosa të ika nga Shqipëria për të bërë studimet e mia universitare, që ika në Zvicër, doja një deg që nuk ekziston as në Shqipëri as në Evropë, ishte vetëm në Zvicër, është diçka që ishte kërkim shkencor i aplikuar, është diçka që ishte risi në atë kohë, edhe janë deg që
shpesh herë maturantët që janë shumë të mirë me rezultate, që janë të orientuar, që kanë informacion, të zgjedhin universitete që janë realisht elitë, që nesër ta kenë më të tjerë të punësohen. Kjo është ajo që neve na ndodh. Të shtroj pyetjen në formën tjetër. Okej, dakord, mungon këshillimi i karrierës në maturë, po vetë këta nxënës në bazë të çfarë i marrin vendimet e tyre pastaj? Nga nxiten apo nisen për të zgjedhur degën ku duan shkuar? Besoj ju keni qenë në universitet. Shpesh herë janë prindrit ose shoqëria që ka impakt. Shpesh herë prindrit tonë, po dëgjosh edhe sot, neve kemi prindrit që thotë gazetin ditën e fundit të mundësisë për të aplikuar për këtë degë. Okej, kështu që ende i pa vendosur çfarë doje deri në ditën e fundit. Imagjino tani maturantët, sidomos ata që kanë shumë mundësi zgjedhje, që i thon shikoj se është dhe kjo lënda, është edhe kjo dega e re, është dhe ky universitet i ri, ke mund të shkosh te ky vendi, është kaq shumë bum informacione në një kohë kaq shkurtër që shpeshherë mund të ndjen dhe të humbur. Pastaj është dhe kjo, për shembull kam pasur raste të prindërve që më thonë, "Do ja mbushësh çik mendjen çunit se unë dua që të shkoj për mjeksi, po ai do inxhinieri informatike." Edhe, domethënë, ndodh akoma sot, edhe ishte diskutim kisha para 2-3 muaj se duhet plotësoj formularet dhe më thoshin neve duam mjeksi se mjekësia ka të ardhme, nuk ngelesh asnjëherë pa punë, kështu ndërkohë djali donte absolutisht një inxhinieri softuerike që gjithashtu është më inë, është bum, mbaron më shpejt, del më shpejt në tregun e punës, dhe çuni që më thoshte, "Lutem, do ja mbushësh pak mamit dhe babit që kjo dega vlen është e vlefshme." Domethënë, fatmirësisht isha unë ai në mes, ta që fitoi çuni në fund, zgjodhi atë çka dëshironte, por imagjinoni tani jemi Tiranë, po në përrethe, imagjinoni sa të vështirë kanë dhe sa e nevojshme është që të kenë informacion jo vetëm nga universiteti, të ketë një informacion të zgjeruar. Domethënë, kjo video që unë parë sot nga rektori nuk duhet të jetë thjesht një video që i fton gjimnazistët maturantët të regjistrohen në Universitetin e Shkodër, po duhet të shpjegoj konkretisht kush janë degët që ka ky universitet, kush janë vendet e punës ku këta të rinj mund të punësohen kur të mbarojnë këto degë. Kjo është shumë e nevojshme. Çfarë zgjedhin maturantët? Maturantët, në fakt është e vërtetë ajo që një pjesë e madhe e tyre ndikohen edhe nga mendimet e familjarëve, por duhet vëmë re që duke parë edhe degët cilat janë minjë sot, degët e inxhinierive, aq më tepër IT, po edhe mjekësia, kemi edhe një joshje, nëse e themi kështu, nga titujt e profesionit kundrejt maturantëve. Pra, një maturant në momentin që zgjedh të studiojnë në universitet, do të shikojë në radh parë thotë, shikoj se unë do jem një mjek, nesër do jem një inxhinier, pra e lidhin direkt atë me titullin e profesionit, sesa e lidhin me vënien zbatueshmëritë njohurive që ata kanë. Dhe kjo është ajo që tham që këshillimi i karrierës është shumë i rëndësishëm, sepse një pjesë e madhe e këtyre maturantëve mund të orientohen drejt atyre degëve të cilat ndoshta nuk mund ta gjejnë veten në vijim. Është shumë e thjeshtë të fillosh një universitet, por është shumë e vështirë ta mbyllësh atë. Universiteti patjetër që duhet të ndihmojnë në këtë pjesë, të informojnë studentët. Në fakt unë kur kam filluar studimet e mia, kam hyrë të shikoja faqet e website-it të universiteteve tona dhe për fat keq ato janë shumë të thata, ndryshe nga faqet e universiteteve në Europë apo edhe më gjerë. Dhe universitetet private tek ne besoj janë shumë aktive në këtë aspekt. Po, të paktën universitetet private, nga sa kam vënë re unë, janë duke kontribuar shumë tek pjesa e tregut punës me alumnet edhe më tej, kurse universitetet shtetërore nuk kanë as alumne dhe universitetet në tërësi nuk kanë as një database për të thënë që për shembull nga kaq të diplomuar në këtë vit janë punësuar kaq dhe këta që janë punësuar në këtë sektor. Mendoj që mungon edhe universiteti, është shumë e rëndësishme që t'i shpjegohet dhe t'i thuhet maturantit kur mbaron filan deg, ke të drejtën të punësohesh në 1, 2, 3, t'i thuhet profesioni që ai mund të zgjedhë dhe mund të bëjë në të ardhmen, sepse mos të harrojmë që unë kam nevojë të di se mund të më pëlqejë emri i universitetit, do zgjedh biologji, por unë duhet ta di që kur zgjedh biologji, kush janë fushat ku unë mund të zgjedh masterin dhe kush mund të jetë profesioni që unë mund të kem në të nesërmen. Ky informacion është pak i kufizuar, nuk është ende i detajuar, unë shoh edhe në faqet e universiteteve private, nuk kemi akoma një fish që në përbot quhet një fish teknike që të thotë, nëse ti do mbarosh ekonomi, ti nesër mund të jesh audit, mund të jesh ekonomist dhe kështu me radhë, nuk e kemi akoma një shpjegim të tillë sot që ne flasim. Më kujtua, nuk e përmend emrin të një nga universiteteve private që kemi patur ne këtu një bisedë në studio, që ata e kanë si traditë që kanë një open day, që ftojnë maturantët të rinj që duan të zgjedhin të studiojnë aty apo diku tjetër, po ata japin një shans dhe thonë hajde një ditë në universitetin ton, takoni studentët që kanë qenë e kanë kaluar këtë përvojë, po shikoni me informacion për degët dhe vendosni
vendosni, pastaj nëse doni të vazhdoni këto studimet apo jo. Besoj që një gjë e tillë, mbase jo detyrimisht kështu, por një informacion i detajuar dhe një dialogu me maturantët tjetër. Është e preku një moment rektori që tha edhe bashkëpunimi, krijimi i partneriteteve. Ne flasim kaq shumë për partneritete, ne flasim kaq shumë për bashkëpunime, por unë jam shumë e bindur që ka një mungesë koherencë ndërmjet bashkëpunimit të ngushtë të universitetit me gjimnazin. Është shumë e rëndësishme që vetë universiteti, për shembull, pse jo shkolla le të organizojë edhe gjimnazi 3-4 ditë të hapura që ata të shkojnë të shohin edhe profesionin. Dua të bëhem gazetar. Çfarë është profesioni gazetarit? Të shkojë të kalojë një ditë në një televizion dhe të shohë se çfarë mund të zgjedhë. Që mos ngelemi parë shkollës nuk ka iden se ç'është një universitet apo ambientet apo mos ngelemi pasaj ajo pjesa e rekrutimit. Kjo është më e vështira. Edhe kronika thotë gjuetja e studentëve, pra nuk duhet ngelemi pikërisht te gjuetja e studentëve. Duhet të shikojmë që si t'i sjellim këta studentë vetë këtu dhe jo t'i rekrutojmë. Unë mbaj mend që isha para 2 vitesh me Universitetin e Sporteve dhe dëgjova që ata kishin hapur shumë mastera. Ndërkohë po të shkosh në gjimnaze, shpesh herë edhe prindrit vetë nuk e kanë fëmijën të shkëlqyer, është i mirë në sport, pëlqen sportin, pëlqen fiskulturën dhe kështu. Po çfarë do bëhet ky me sportin, çfarë do bëhet ky me fiskulturën? Ndërkohë zbulova që Universiteti i Sporteve kishte aq shumë mundësi për këta gjimnazistë që sot ishin dhe profesione shumë të kërkuara që realisht ka mungesë tregu i punës dhe ndërkohë është universitet shtetëror që po t'i shkoj ky informacion gjimnazistit edhe prindrit nuk do jenë më në këtë dilemën dhe frikën që do bëhet fëmia im që është i mirë në sport. Që mund ndjekë dhe pasionin e tij. Në fakt neve dikur pak në kohën time ka qenë që nuk imagjinoj një i ri që mos ndiqte shkollën e lartë. Do të thënë, në familje nëse do kishte dikë që nuk ka bërë shkollën e lartë apo universitetin, ishte një njoll si thua që familje, se çka ky nuk ka bërë shkollë. Kurse sot kanë përshtypje nuk e di si funksionon. Maturantët e ndjejnë të nevojshme që se s'bën ta bëjnë të ndjekin një universitet pra të formohen dhe ta çojnë deri në fund arsimimin e tyre apo e stopojnë tek matura dhe pastaj shikojnë nëse mund gjejnë një profesion tjetër që mbase nuk e ka të nevojshëm le të themi studimet deri në fund. Është më moderuar se ç'mund të ketë qenë përpara, apo përsëri në shumicën e rasteve ndikimi i familjes bën vetën, kështu që përsëri kemi fenomenin që një pjesë e madhe e maturantëve pavarësisht rezultateve të tyre tentojnë të regjistrohen nëpër universitete. Edhe në tregun e punës. Duhet të themi që ka një 3 vjeçar, dua ta them këtë sepse e kam bërë re që kemi gjimnaze profesionale që kanë rritur realisht ndjeshëm numrin e nxënësve që shkojnë në këto gjimnaze profesionale dhe kam vërej që këto gjimnaze profesionale kanë dhe mesataren e pranimit shumë të lartë, kryesisht gjimnazet profesionale që janë të orientuar nga degët e inxhinierive softverike, kompjuterike, IT, informatik. Janë dhe profesionet paguara shumë. Mbas të cilave ata mund të zgjedhin mbas këtyre gjimnaze profesionale të realizojnë dhe të zhvillojnë studimet universitare. Dhe unë mendoj që kjo është një qasje shumë e mirë, sepse nëse fëmia ka që në fundin e klasës së 9 prirje në këtë fushë, nuk ka nevojë të lodhet me gjithë gamon e gjërë të degëve në gjimnaze. Unë kisha një vajzë në klasën e 9 vjeç që të mikeshës time që urrente historinë dhe gjeografinë, ishte shumë e orientuar nga kodimi, programimi, kompjuterika e këtu. Dhe i them, le të çojë në gjimnaz profesional për inxhinieri softverika. Ai e sigurt, jam 100% e sigurt sepse do gjej ato çka ajo dëshiron. Ajo sot është në një shkollë pikërisht profesionale, është në vit parë dhe është fituese e çmimeve në startupet e reja, ka dinamikën e vet, është e lumtur. Dhe një ditë që e takova më tha, jam shumë e lumtur tha që nuk duhet të mësoj më përmendesh histori dhe gjeografi që e urreja. Domethënë është shumë e rëndësishme ky orientimi për karrierën, ka shumë impakt që fëmia të shkojë aty ku ka prirjet. Kjo është ajo që ne duhet të zgjidhim. Sepse është familja këtu ku ndërhyn dhe mendon se ti duhet i marrësh dijet nga paktet të gjitha. Por që ndoshta është më mirë që ti fokusohesh në gjitha energjitë atje ku ti ka aftësitë më të mëdha. Nesër pas nesër atje do punosh në atë sektor, në atë industri. Kështu që pse jo të mos profilizohesh sa më shumë në një drejtim. Edhe të marrin pak dhe universitetet e rreth edhe figurë, të marrin perë, sepse përshtypja ime është që gjithë tendenca është të gjithë të vinë në Tiranë, jo të shkojnë në përrete. Për shembull, unë ishte hera e parë që shikoj një rektor universiteti që tregon akomodimin, kushtet e konviktit, gjë që në Tiranë të gjesh një dhomë është histori e vetë, duhet të bësh. Ta bëri dhe më të lehtë. Në fakt, universitetet e rretheve fatkeqësisht janë duke u boshatisur dhe duhet ju jepet edhe një rëndësi shumë e madhe edhe për të ftuar maturantët, e sidomos ku ka më mirë për ata që supozojmë Universitetin e Shkodrës, ti e me familjen edhe gjimnazist në Shkodër, për çfarë arsye duhet vish ti për të studiuar në Tiranë, kur ke një universitet tek dera e shtëpisë. Por kjo pastaj lidhet edhe me
me kushtet edhe me kurikulat edhe me vizionin që universiteti ka, edhe duhet i kushtohet një rëndësi shumë e lartë. Pastaj, nisur nga matura shtetërore, është tepër e rëndësishme të themi që kjo rënje e numrit të maturantëve nga viti në vit ndikon direkt apo edhe indirekt në uljen e numrit të regjistrimeve të studentëve në për universitete. Për shembull, unë kam statistika që vitin që shkoi në institucionet e arsimit të lartë në Shqipëri janë regjistruar 15.111 studentë, pra që kanë nisur vitin akademik. Ndërta, 9.920 janë në institucionet arsimit lartë publike. Dhe kjo tregon që një pjesë e madhe e maturantëve janë duke orientuar ose drejt shkollave profesionale, cikleve 2 vjeçare, se ndoshta kështu e shohin më të lehtë, thonë, përse duhet ndjeku një universitet që mund të më kushtoj 5 vite në rastin më të mirë të jetës time. Pra do dalë direkt në tregun e punës. Këtë gjë mund ta bëj për 2 vite dhe mund dalë në tregun e punës, por kanë edhe një orientim drejt universiteteve private. Private, natyrisht. Kështu që këto janë pak a shumë shifrat, dhe që janë të konsiderueshme natyrisht. Mirë, çojmë në fakt se si do ndodhi, tani kemi provimin e parë të maturës, apo si vazhdon pastaj më se ne kemi haruar çdo të martë. Po, çdo të martë, po. Çdo të martë. Pra nis me gjuhën e huaj? Gjuhë e huaj, gjuhë shqipe, matematikë, provimet me zgjedhje. Lëndat me zgjedhje. Janë 5 në total. Në fakt, 4. Janë 4 provime. 4 provime, në fakt është tepër paradoksale, duke qenë se nesër kemi edhe provimin e gjuhës së huaj. Nisem nga shifrat e rezultateve të maturantëve në vitin që shkoi. Po të shikojmë diferencën e notave midis gjuhës së huaj, në fakt tu është numri maturantëve sipas vitit akademik, pra nga viti 2023 shohim që kemi më pak se 3, do më thënë kemi një rënje me 3.000 maturantë, edhe kështu vijon ky trend, po nëse ky trend vijon kështu, kjo ndikon, siç thashë më përpara, direkt në numrin e regjistrimeve në universitete, dhe me këtë trend pritet që në vitin 2035 në gjithsejt kemi 10.000 studentë regjistruar. Sa i përket numrit të diplomimeve, është përsëri po njëjti trend, do më thënë shohim që përsëri kemi nga viti në vit rënje të numrit të diplomuarve në arsimin e mesëm të lartë nga viti në vit. Po, kemi edhe një tjetër tabel, po? Po, kjo është numri, është ajo që thash pak më parë, është numri studentëve të regjistruar, pra 9.920, ndërkohë shohim përsëri që kemi... Po, janë diferencat, pra, më poshtë midis atyre. Pra, këto janë pak a shumë gjetjet e studimit. Por po thoje për anglishtën, për gjuhën? Po, po thoja për gjuhën e huaj, që maturantët në përgjithsisht i tremben provimit matematikës, duke qenë se thonë se është një nga provimet më të vështira, por është paradokse, nëse do më pyesni arsyen pse për këtë unë nuk kam një përgjigje, është sepse rezultatet tregojnë që kemi më shumë nxënës jo kalues në testin e gjuhës së huaj, se sa që mund të kemi në matematikë. Në matematikë kemi vetëm diçka që shumica e studentëve variojnë në notat poshtë mesatare dhe nuk kemi notat larta, por kemi më shumë jo kalues në gjuhën e huaj. Dhe kjo është paradoksale në një botë që... Edhe në gjuhën e huaj, duke krahasuar me gjuhën shqipe, kemi pasur më shumë 10 në gjuhën e huaj, se sa në gjuhën shqipe, krahasuar me vitin e kaluar. Mos marrësh provimin e gjuhës huaj, duket pak paradoksale, aq shumë se sa është futur dhe është prezente në jetën tona. Gjithsesi, faleminderit shumë për prezencën sot, ishte rëndësishme. Merrnim pak edhe ne nga atmosfera e provimeve të maturës. Po, ti themi maturantëve pa stres nesër, edhe ju keni mësuar çfarë keni mësuar tashmë. Provimi i maturës është si çdo provim tjetër që ju keni kaluar në gjimnaz, është një ditë eksaktësisht si një ditë normale, kështu që pa stres nesër edhe suksese të gjithëve. Edhe me këmbë të mbarë. Faleminderit. Por nuk kemi mbaruar sepse do të flasim pak edhe për sport, për Champions League konkretisht. Nuk mund ta lëm pa përmendur pak atë finale historike të mënyrës, kështu që mbyllim programin me Champions vetëm pas pak.